Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani një lugë mjaltë çdo natë dhe nuk do vuani më nga këto probleme shëndetësore. Vlerat e mjaltit për shëndetin janë në të provuara shkencërisht dhe jo më kot ai njihet si hari lëngshë. Prej mira vitesh mjalti ka qenë zgjidhje kryesore kundër inflamacionit për shërimin e organizmit. Sipas të dhënave të Bright Side, një nga mënyrat më efikase për të përmirësuar dhe shfrytëzuar të mirat e mjaltit është konsumi i tij përpara se të shkoni për të fjetur. Ekspertët e mjekësisë popullore rekomandojnë në një zëri ngrënien e një luge çaji mjalt përpara se të shtriheni për të fjetur. Mjaltin mund ta tresni edhe në çaj kamomili ose edhe në qumësht të ngrohtë. Vlerat shëndetësore të ngrënies së mjaltit janë të mira përpara gjumit. Ai do të ndihmojë gjithashtu edhe në rënien nga pesha. Nëse konsumohet në mbrëmje, mjalti ndihmon shumë në djegjen e yndyrnave dhe në përmirësimin e funksioneve të mëlçisë. Duke pirë çajin me mjalt në vend të sheqerit, do të ndaloni shtimin në peshë dhe do të ulni nivelin e sheqerit në gjak dhe të triglicerideve. Studimet të cilave u referohemi sipas Bright Side konfirmojnë se ngrënia një luge çaji me mjalt para gjumit frenon urinë gjatë natës. Kësaj mjalti ndihmon të humbisni peshë teksa jeni në gjumë. Mjalti është i mirë për një gjumë më të qetë. Mjalti përmirëson cilësinë e gjumit, mungesa e të cilit mund të shkaktojë shumë probleme shëndetësore siç mund të jenë tensioni i lartë, diabeti tipi 2, artrit, ishemi, sëmundje të zemrës. Nëse konsumoni një lugë çaji mjalt përpara gjumit, ai do të rrisë nivelin e insulinës, e cila ndihmon në çlierimin e hormonit të tripofanit. Mjalti ndihmon në rritjen e serotoninës, hormoni i humorit të mirë, kënaqësisë dhe gëzimit, si dhe melatoninës, hormoni i gjumit të mirë. Mjalti do të ulë rrezikun për të vuajtur nga diabeti. Një lugë çaji me mjalt ul nivelin e glukozës në gjak në një periudhë më të shkurtër. Mjalti mund të kombinohet me pak kanellë për të përmirësuar nivelin tuaj dhe për të parandaluar edhe diabetin. Mjalti është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që janë alergjik, pasi fal elementëve ushqyes që i ka me shumicë, do të kthehet kështu në aleatin e këtyre personave dhe gjithashtu të jetë një mundësi e shkëlqyer për qetësimin e trupit. Mjalti lufton alergjinë dhe forcon imunitetin. Këto aftësia atribojnë mjaltit të vërtet dhe jo atij të pasterizuar. Mjafton një lugë çaji mjalt çdo ditë për të shmangur gjithashtu alergjitë që mund të shfaqen nga poleni dhe të përmirësojë dukshëm sistemin tuaj imunitar. Antioksidantët e mjaltit parandalojnë sëmundjet e zemrës dhe forcojnë imunitetin. Nëse pini një lugë çaji me mjalt në mbrëmje, do të jeni plot me energji, do të mbroni rrugët e frymëmarrjes nga infeksionet. Një lugë me mjalt ju ndihmon edhe kundër kollës dhe mbron gjithashtu edhe shëndetin tuaj të organizmit në tërësi. Mjalti ka vlera të mira për organizmin. Mjalti ka një përdorim të gjerë jo vetëm si ëmbëlsues përpara shpikjes së antibiotikëve. Mjalti përdoret gjithësisht për të trajtuar plagët ose djegjet e lëkurës. Ai është përdorur edhe për të zbutur kollën edhe si maskë lëkure. Të dhënat të cilave u referohemi tregojnë se 28 gram me mjalt çdo ditë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të marrë përfitime më të mira për trupin tuaj. Mjalti mund të cilësohet si një nga efektet e jashtëzakonshme ushqyese që trupi juaj do të përfitojë nga konsumi i tij i përgjithshëm. Përfshireni mjaltin vazhdimisht në dietën tuaj. Mjalti karakterizohet si një nga produktet bio me efekte të jashtëzakonshme për shëndetin tonë. Ekzistojnë më shumë se 3000 lloje të bimëve që janë në lënda e parë e mjaltit të bletës, kështu që mund t'i njihni numrin dhe veçorinë e tyre në varësi edhe të vlerave që do t'i ofrojnë në shëndetit, duke u kthyer kështu në një aleat të vërtet në mbrojtjen e organizmit kundër këtyre komplikacioneve. Përbërësit e mjaltit në mënyrë të përgjithshme janë 17 deri në 20% ujë, karbohidrate, sheqerna siç janë fruktoza, glukoza, sukroza, maltoza. Këto përbërës përbëjnë në 75% të mjaltit dhe janë në pjesa kryesore e tij. Poleni përbën 5% të mjaltit me përafërsi. Mineralet 0,17%, potasium, sodium, kalcium, magnezium. Ngjyra si karotina, zeakanthina dhe flavonoidet dhe enzimat. Mjalti përmban një numër të enzimave që kanë funksione të ndryshme edhe për nisjen e përfitimeve të trupit. Gjithashtu,
Merrni pak mjalt dhe fërkoni atë në mes të gishtave për të treguar nëse është i vërtet ose jo. Kështu do të merrni edhe vetitë e tij më të mira për organizmin. Duke pirë mjaltin e shkrirë në ujë, të gjitha njollat e zorrës do të zhduken lehtësisht. Ngrënia e rregullt e mjaltit ndihmon në performimin më të mirë të mbrojtjes, në forcimin e të mbajturit mend, si dhe forcon trupin në mënyrë fizike. Nëse mjalti pihet i tretur në ujë të ngrohtë, ndihmon gjithashtu kundër shqetësimeve të diarres. Nëse mjalti pihet i tretur në ujë të ftohtë, ndihmon kundër kapslëkut. Nëse përdorni mjaltin, ai mund të pastrojë gjakun dhe të lehtësojë gjithashtu qarkullimin e tij në trup. Mjalti është një produkt i mirë për shërimin e problemeve të rrahjeve të shpejta të zemrës, siç është për shembull takikardia. Mjalti krijon lehtësime të organizmit ndërsa sheqeri e rëndon atë. Mjalti që pihet i nxehtë për 10 minuta përzihet me gjakun, ndërsa i ftohti për 20 minuta. Kur hahet mjalti me stomakun që punon në rregull dhe nuk keni nevojë për lur ose për ilaçe që të ndihmonin në përpunim. Mjalti largon dhimbjet në sy duke e fërkuar me gishta në pastrimin e syrit. Për anemikët, mjalti është një bombë gjaku. Për dhimbjet e kockave, ngrënia e mjaltit është një ilaç i padiskutueshëm. Të sëmurët nga verdhëza, në qoftë se në mëngjes dhe në mbrëmje hanë mjalt, për 15 deri në 20 ditë, do ta kenë më të lehtë të ta mbajnë nën kontroll. Mjalti largon ngërçin e nervave. Mjalti ndihmon në rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve. Personat që janë nervoz, si dhe ato që s'kanë gjumë, mjalti ju ndihmon që të qetësohen në këtë aspekt. Ai i cili ha mjalt nuk mundohet të ketë probleme me kapslëkun dhe të mos krijojë gjithashtu shqetësimin e hemoroideve. Nëse mjalti tretet në qumësh të ngrohtë, zhduken edhe problemet e zorrve. Nëse mjalti lyhet mbi materiale të nxehta dhe vendoset mbi qafë ose mbi gjoks, dhimbja e fytit do të lehtësohet menjëherë. Një sasi e caktuar e mjaltit e përzier gjithashtu me vishnja dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e fytit dhe largimin e erës së keqe nga goja. Mjalti përdoret në lehtësimin e një sër komplikacionesh që i kanosen imunitetin tuaj, siç mund të jenë edhe plagët e qelboshura. Problemet të tilla duhet menjëherë të lyhen me mjaltin, ndërsa të sëmurët duhet të hanë 10 deri në 15 herë. Shpejt do të vëreni përmirësime. Mjalti ndërpret dhimbjet e stomakut. Plagët e zorrëve dhe të lukthit, mjalti shumë shpejt i shëron. Gjatë një jave, duke ngrënë deri në 4 kg mjalt, nëse edhe hani aq më shumë në muaj, atëherë do të përmirësoni shëndetin tuaj të stomakut, citor doktoresh Kolsua. Këtë mund ta keni provuar, pasi do të keni përfitime më të mira në sistemin tretës. Nëse dhimbjet e shpinës dhe të shpatullave, vendin ku ndjeni dhimbja, i lyeni me mjalt dhe mbi të vendosni një biber pluhur të shtypur, dhimbjet menjëherë do të lehtësohen. Pickimet e bletës janë një ilaç kundër reumatizmës. Kohë pas kohe duhet të lejoni që bleta t'i kafshojë vendet e prekura nga dhimbjet reumatike. Të vegjëlit të cilët urinojnë në shtrat, të cilët janë mbi 3 vjeç, duhet të hanë mjalt, dhe ky problem i tyre do të ndërpritet menjëherë. Studime të ndryshme kanë krahasuar përmbajtjen e antioksidantëve në disa lloje të mjaltit dhe kanë zbuluar se mjalti i gështenjës kishte sasinë më të lartë të antioksidantëve. Ky mjalt me ngjyrë të errët përmban sasi të jashtëzakonshme të acideve fenolike, përbërës që forcojnë kapacitetin antioksidantëve tek mjalti i gështenjës. Mjalti i gështenjës është një produkt shumë i mirë në luftën kundër bakterieve. Mjalti është i njohur kundër bakterieve dhe kundër mykut, por për disa njerëz përfshirja e mjaltit të gështenjës ka aftësinë më të madhe kundër këtyre bakterieve. Në një ekip studiuesish u cilësua se mjalti është një produkt shumë i mirë në parandalimin e plakjes dhe trajtimin e akneve, dhe mund të cilësohet si një zgjidhje mjaft të mirë në menun tuaj ushqyese, duke ditur edhe rëndësinë e ushqyesve që ai bar. Vëmendje, ju bëjmë mendje se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.